Përdorimi që e bën pasurinë të mirë. Pejgamberi, alayhi selam, ka thënë: sa pasuri e mirë është ajo që gjendet në dorën e njeriut të mirë. Nuk ka mirësi më të madhe se sa një pasuri e pastër në dorën e një njeriu të devotshëm. Ky është kombinimi më i mirë i mundshëm. Megjithatë, mund të shohim edhe kombinime të tjera jo të mira. Mund të ndodhë që një pasuri halal të përfundojë në duart e një individi të papërgjegjshëm. Babai punon, lodhet e fiton halal, ndërsa djali e trashëgon dhe e shpërdoron në punë që i hidhërojnë Allahun e Madhërisëm. Mund të ketë edhe pasuri haram në duart e një njeriu të mirë. Kjo pasuri prish dhe dëmton shpirtin e tij, dhe mjafton një kafshat haram për të prishur zemrën. Kombinimi më i keq, padyshim, është pasuria e ndaluar në dorën e njeriut që bën vepra të ndaluara. Ky është dëm i dyfisht. Kombinimi më i drejtë dhe më i dëshiruar është ai që përmend pejgamberi, alayhi selam. Pasuria e pastër në dorën e njeriut që adhuron Allahun dhe e shpenzon për hatrin e tij. Kjo pasuri bëhet sadaka, shoqërohet me lehtësim e bereqet dhe bëhet shkak i afërsisë me Allahun. Hoxh Enis Rama.